Top Albania Radio, she's on air. Rikthehemi përsëri këtu të dashur miq në She's on Air, patjetër 100 FM në Top Albania Radio dhe gjithashtu në kanalin 10 në Digital. Patjetër jemi këtu në këtë pjesë të dytë përsëri me doktoreshën ton. Përshëndetje përsëri. Dhe do doja të ndaleshim pak te këshillat që ju do doni të ndanit me ne fillimisht për këtë verë. Sigurisht që ato tre, le të themi, më të rëndësishmet. Çdo verë sigurisht që ka disa muaj specifik ku dielli ka më tepër ekspozim dhe oraret ndonjëherë ndryshojnë, sepse kemi solsticet, kemi mënyrën se si nis më herët, perëndon më vonë të gjitha. Por patjetër që oraret që ne absolutisht nuk duhet të ekspozohemi, qoftë në plazh, po qoftë në përditshmëri, në rrugë, në qytet, fillojnë nga ora 11:30, 12 e paradites deri në orën 4 të pasdites. Pra, është kjo pjesa e drekës që automatikisht të gjithë njerëzit duhet janë të mbrojtur dhe jo të ekspozuar në diell, sepse janë rrezet më të dëmshme. Paktën flasim nga maj deri në fillim të gushtit, sepse më pas bie forca dhe intensiteti i diellit. Patjetër që duhet hidratohemi shumë mirë. Në verë neve harxojmë më shumë ujë në saj të djersitjes, në saj të avullimit që ndodh vetë nga temperaturat e larta dhe duhet të konsumojmë më shumë ujë të pishëm, ujë të pastër, sepse ka nevojë për më tepër ujë trupi, sepse shkarkon më shumë. Një këshill tjetër që unë do ju sugjeroja është që të vishni rroba të freskëta dhe rroba që nuk përthithin shumë rrezet dielli. Pra, gjithmonë mbetet linoja, mbeten këto rrobat e freskëta, satenet për mbasditet apo për darka, domethënë duhet keni gjëra të buta, pambuku, jo rroba sintetike, poliester, detaje të cilat sidomos gjatë ekspozimit në diell përthithin dhe lëshojnë realisht elemente kancerogjen për lëkurën. Kalojmë pak te këto ndërhyrjet estetike ku vajzat duket se kanë filluar të kërkojnë dhe të prirën më shumë tek natyralja. E ke ndjerë edhe ti këtë kërkesën e të qenit më natyrale? Sa duket jo. Shiko, është me personazhe edhe është një trend që nuk është linear, është roller coaster, pra ndonjëherë është on top hunda, ndonjëherë vjen gjoksi, pastaj vjen prap vithet, pastaj vjen body contouring, pastaj domethënë ndryshojnë nga vera në verë, varet shumë nga influencerat botror, çfarë proklamojnë ato, çfarë duan ato të nxjerrin në mod ose ato çfarë bëjnë më shumë si ndërhyrje. Megjithatë po, njerëzit nga që u fol shumë dhe mendoj që ishte një nismë shumë e mirë, jo vetëm nga ne si kirurg plastik, por dhe nga ju si media dhe sidomos nga ju që jeni vajza të reja që nuk jeni pro egzagerimeve dhe abuzimeve me ndërhyrjet estetike. Është e rëndësishme që të qëndrojmë brenda natyrales, të bukurës, asaj që ne realisht jemi. Sa më pak filtra dhe sa më pak perceptim se si duhet jetë e bukura, sepse life is life, jemi kështu siç jemi, kështu që normalisht ne nuk bëhemi asnjëherë dot si ato filtrat që ne përdorim. Janë standarde bukurie në fund ditës të cilat ti the që nga vera në verë ndryshojnë kërkesat. Këtë verë çfarë janë kërkesat që vajzat kanë më së shumti për ndërhyrjet estetike? Po, sigurisht ne mund t'i ndajmë këto në pjesën mini-invazive, por dhe në pjesën e operacioneve. Ajo që unë vëre më shumë për sa i përket kirurgjisë, on top gjithmonë mbetet gjoksi dhe vithet. Janë dy ndërhyrje të cilat realisht të bëjnë të ndihesh femër, edhe për femrat është e rëndësishme kjo pjesë, sidomos gjatë verës ku janë më të ekspozuara me veshje më të holla, më të ngushta, më të shkurtra. Ajo që vëre sot ka të bëjë me kujdesin ndaj trupit. Pra, dikur pacientët nuk e kishin këtë ide që duhet ta mirëmbash atë çka ti bën. Mendonin se ne kishim një shkop magjik edhe do i bënim 2 operacione dhe do ishte ashtu për jetë. Jo, në fakt mirëmbajtja dhe mënyra se si ato ushqen, a bëjnë sport, a bëjnë palestër, a bëjnë masazhe për trajtimin e trupit, drenazhet limfatik apo këto masazhe terapeutik. Pra, janë pak më të edukuar. Unë mendoj që ne kemi folur shumë për këtë pjesë, edhe shumica e pacientëve sot janë të edukuar dhe janë koshient që ne mund të bëjmë një trup shumë të bukur, por mbas një viti ai nuk do jetë më njësoj nëse ti nuk e mirëmban.
Kështu që bravo dhe çunave dhe gocave që janë personal trainer nëpër palestra, sepse vërtet që i motivojnë dhe shikoj më pak rini obeze sa më shumë që kalon koha. Ka qenë një periudhë kohe që shumica e vajzave shkonin me një foto përpara mjekut kirurg apo këtyre ndërhyrjeve qoftë edhe fillerave që janë më të vogla dhe i thonin unë dua të bëhem si kjo. Pra ka qenë një tendencë për të krijuar fytyra identike. A vazhdon të jetë akoma kjo trend? Ndonjëherë ka të tillë pacientë që e kërkojnë, por ne ja kemi shpjeguar me qindra raste që anatomia është diverse, struktura e kockave është ndryshe dhe vetë ato personazhe që ne shpeshherë mendojmë se ngjajnë, ka të bëjë shumë edhe make-upi që ne përdorim, domethënë në televizion. Jo të gjitha ngjajnë realisht aq shumë. Për shembull, diskutoi një periudhë kohe Elvana me në Big Brother, ma kujto pak emrin? Efin. Me Efin, po. Në fakt, po, ka momente që kanë hije, por nuk është se ngjajnë realisht shumë. Kur i shikon live të dyja ka secila strukturë tjetër. Krusita dhe Egli që kishin bërë atë batutën të njëjti doktor, jeni bërë. Unë mendoj që është mënyra se si ne trukohemi sot edhe pa dashje ne shkojmë drejt atyre. Po flokën, personaliteti, veshja, bukuria absolute ka simetri, ka kënde specifike dhe ne duke u qasur gjithmonë drejt këtyre idealeve të bukurisë, pa dashje fillojmë dhe përngjajmë. Por në fakt jo, kur i shikon live çdo gjë është ndryshe. Jeta e vërtet ne i shikojmë live pacientët. Shumë dakord që kur kalon një moshë e caktuar është okay të bësh disa ndërhyrje estetike, por është vënë re që kohët e fundit edhe vajzat e reja, qoftë edhe ato që janë 20 vjeç, ndoshta edhe pak më herët, pra sapo mbushin kalojnë moshën 18 vjeç, kanë tendencë të kryejnë ndonjë ndërhyrje. Çfarë kërkojnë më së shumti vajzat e vogla në moshë, pra mbi 18? Atëherë shumica e pacientëve që janë realisht të vogla, sapo janë bërë domethënë maxhorene, paraqiten më shumë për ndërhyrje për të cilat ato kanë një lloj pasigurie në vetvete, siç mund të jetë hunda, që zakonisht përpiqen ta justifikojnë me pjesën funksionale. Të gjitha kanë qejf çon thonë që e bëra se nuk merrja dot frym. Ndërkohë që s'ka asgjë të keq që nëse ti ke një pasiguri mund ta bësh hundën dhe të dukesh më bukur në profil edhe të ndihesh më mirë me veten. Një trajtim tjetër, një ndërhyrje tjetër që e kërkojnë sigurisht që është gjoksi, sepse realisht ka vajza që nuk kanë gjoks fare. Është genetike, domethënë është diçka që ti nuk e rrit dot dhe të duash, nuk e bën dot me palestër. Se nëse një palvithe ti mund ti formososh disi me palestër dhe mund ti ngresh, mund ta bësh trupin pak më të bukur se rritet pak muskuli, për gjoksin është pothuajse e pamundur. Ti nuk mund ta bësh. Është diçka që ke lindur ashtu. Po duke dashur të pyes edhe për botoksin dhe për fillerat, çfarë sugjeroni ju, cila është mosha e duhur për një vajzë ose një çun për ta nisur? Nuk ka një moshë të duhur, zemër, sepse ka pacientë cilët plaken 40 vjeç dhe ka pacientë që 25 vjeç kanë realisht rrudha mimike. Rekomandohet diçka para se ty të formohen linjat dhe rrudhat apo gjatë? Sigurisht, jo, rekomandohet që ti të kesh një skincare perfekt, mirëmbash, mund të bësh vitamina, mezoterapi, trajtime ushqyese për lëkurën, që varet jo vetëm nga ne, po varet edhe nga sa çfarë aplikon pacienti në shtëpi. Kjo është e duhura, pra është një sinergji midis nesh dhe pacientëve. Të ndodh ndonjëherë që të shohësh diçka dhe thua, jo, unë këtë nuk ta bëj. Po, patjetër, ka shumë ndërhyrje që themi jo. Kur ka qenë hera e fundit dhe me çfarë ka pasur lidhje? Ka të bëjë me fillerat zakonisht në zonën e hundës. Unë besoj fort që fillerat janë mbushës, ashtu siç kanë dhe emrin fillera, edhe nuk më pëlqen ajo hunda me filler. Duket që e zmadhon, është thjesht një iluzion optik që në profil ti mbush këndin këtu dhe e bën të duket pak më i ngritur, ama në kohë zgjatje kam vënë re që zgjerohet, ngjan si derkuc, edhe përhapet. Është një zonë shumë e vogël dhe nuk arrin të qëndroj aq precize sa ç'ti e ke injektuar. Pra këshilla jote për një njerëz që ka probleme me estetikën e hundës është të bëjë më mirë ndërhyrjen kirurgjikale sesa të shtoj fillera. Absolutisht, sepse fillerat pas pak kohësh jo duhen rishkrir, plus që është zona më e rrezikshme në fytyrë. Pjesa e hundës për të aplikuar filler. Ka akoma në për rrjet dhe njerëzit kanë ato pasiguritë e veta sepse të gjithë flasin me njëri tjetrin për ndërhyrjet dhe disa janë mite dhe disa janë të vërteta. E kush më mirë se ti mund na japi këto përgjigje, që është e vërteta. Duhet të pish 3 litra ujë që lëkurat të shkëlqejë. Po, kjo është e vërtet. 3 pa diskutim apo? Jo të gjithë, se varet nga pesha e gjithë secilit, se ndonjëherë nëse ti pikaj shumë ujë mund të mbi ngarkosh veshkat, nuk ke të njëjtin urinim si nëse ke një problem ta zëm, mbi ngarkohesh, por po, mbi 1 litër e gjys, 2 litra është idealja për gjithë. Okej. Kremi më i shtrenjtë është gjithmonë ai më i miri. Jo, kjo nuk është e vërtet.
Okej. Po kolagjenia zgjidh çdo gjë. I injektueshëm apo ai që pihet? Të dyja. Shiko, ka shumë studime sot në botë që thonë që kolagjeni që pihet nuk përthithet 100%. Edhe unë besoj këtë gjë. Thonë që pluhuri është pak më i mirë se kapsulat, por personalisht besoj që bën një farë përmirësimi, sidomos të rrudhave fine. Patjetër që nuk mund ta pish gjatë gjithë vitit, do e bësh si një tip kure dhe pish 3 muaj dhe do e ndërpresësh. Por suplementet kryesisht kanë treguar që janë pozitive për lëkurën dhe për anti-aging në tërësi. Po, mirëmbajtjen. Po. Patjetër. Më shkruaj një kuriozitet. Një nga gjërat që un kam pasur më shumë kritik, më thonin që duke qenë se kam lëkurë të ndryshme, nuk duhet përdorësh hidratues. Ja, nuk është e vërtetë. Pra të gjithë lëkurat kanë nevojë për hidratim. Dhe lëkurat e ndryshme kanë absolutisht nevojë për hidratim. Patjetër, ajo që është e rëndësishme për lëkurat me yndyrë është që duhet të kenë larësit specifik. Ata larës që purifikojnë në thellësi në mënyrë që mos të bllokohen poret. Ata larës cilët nuk të krijojnë pika zeza, si më thon. Por patjetër që mbasi ti bën këtë lloj eksfolimi dhe këtë lloj pastrimi më të thellë, duhet absolutisht përdorësh hidratues. E fundit, sa më shumë produkte të kesh, më mirë do dukesh. Unë jam çik si Nicole për sa i përket produkteve, kështu që po, mendoj që po. Sorry. Deri dikoll. Sorry. E kështu i morëm disa përgjigje dhe besoj që mund t'ju kemi dhënë edhe një lloj sigurie juve që po na dëgjoni dhe po na ndiqni në Top Albania Radio. Kështu neve na fluturoi përsëri biseda dhe ne duhet të largohemi përsëri për një hapësirë të shkurtër publicitare. Jemi sërish këtu për të folur disa tema akoma më bombastike së bashku. Hajde. Bom.